nderuar përfaqësues të Bashkisë Islame, të nderuar përfaqësues të OVL-OÇK-s, të nderuar të gjithë të pranishëm, të nderuar mesimdhënës, nxënës, prindër dhe të ftuar. Sot është një ditë e veçantë për shkollën tonë, për familjen tonë. Ndihemi të nderuar dhe krenar që kjo shkollë mbon emrin e familjarit tonë, herojit të Kosovës Ibrahim Azreku. Për ne kjo nuk është vetëm një kujtesë e sakrificës së tij, por edhe një përgjegjësi për të ruajtur vlerat për të cilat ai jetoi dhe dha gjithçka. Lirinë, avantazhurinë, dignitetin dhe përkushtimin ndaj vendit. Shkolla është vend ku ndërtohet e ardhmja. Jemi të bindur se nxënësit që mësojnë në këtë shkollë do të rriten me respektin për historinë, me dashuri për dijen dhe me vullnet për të shërbyer shoqërisë tonë. Në emër të familjes, ju falenderoj për respektin dhe kujdesin që tregoni duke ruajtur emrin dhe kujtimin e tij. Kjo na bën krenar dhe na jep forcë që sakrifica e dëshmorëve dhe herojëve tonë të mos harrohet kurrë. Urojmë që kjo shkollë të vazhdojë të jetë votën e dijes, edukimit dhe suksesit për shumë breza që do të vijnë. Faleminderit nga zemra dhe urimet dita shkollës.